Vlora renditet si qyteti i dytë në Shqipëri pas Tiranës për numrin e divorceve, një statistikë që për shumë qytetar mbetet shqetësuese dhe e vështirë për t'u pranuar. Për një qytet që tradicionalisht është njohur për respektin ndaj familjes dhe lidhjeve të forta shoqërore, rritja e ndarjeve bashkëshortore shihet si një sinjal i ndryshimeve të thella sociale që po kalon shoqëria shqiptare. Sociologu dhe politologu i njohur Gëzim Tushi shpreh se fenomeni duhet parë me kujdes dhe pa paragjykime, duke analizuar shkaqet reale që çojnë çiftet drejt divorcit. Sipas tij, faktorët ekonomik nuk janë arsye vetme që ndikojnë në prishjen e martesave. Sipas sociologut, shoqëria shqiptare po kalon një transformim kulturor dhe social, ku individi po kërkon gjithnjë më shumë liri personale, pavarësisht të realizimit individual. Tushi thekson se martesa nuk duhet parë si një zgjidhje automatike për problemet personale apo emocionale. Ai shton se shumë çifte hyjnë në martesë pa qenë të përgatitur për sfidat reale të jetës së përbashkët. Mungesa e komunikimit, konfliktet e pazgjedhura, tradhtia, presioni social dhe mos respektimi i hapësirës personale janë ndër faktorët që ndikojnë në rritjen e divorceve. Në fakt kam dyshuar dhe akoma dyshoj në statistikën nëse vërtet Vlora është në vendin kryesor për sa i përket divorceve. Nuk ma merr mendja, uroj që statistikat jenë të gabuara, uroj që numrat jenë të pasaktë. Kjo është dëshira ime, sepse nuk ka mundësi që qyteti jon, i cili dallohet për një lloj qëndrimi konservator në kuptimin të mirë të fjalës, një qytet që e ka vlerësuar shumë familjen, martesën, qëndrueshmërinë e martesës, të ketë to nivele të larta të divorcit. Sigurisht edhe qyteti jon do të infektojë në thonjza nga kjo patologji që ka kapur shoqërinë shqiptare dhe atë globale, që martesat janë bërë të shpeshta, të paqëndrueshme, që divorcet po shtohen, që numri atyre që nuk martohen po rriten. Në këtë kontekst, unë mendoj që duhen gjykuar shkaqet e divorceve të familjeve në Vlorë. Dhe ma merr mendja që nuk janë vetëm të faktorit ekonomik, sepse her pas here, kur dëgjoj televizionin tuaj, evidentojnë njerëzit tonë që është varfëria, jo nuk është kështu. Ka familje të varfra që e kanë martesën të qëndrueshme dhe ka familje të pasura që e kanë martesën të lëkundur, e kanë gri, të paqëndrueshme, të destabilizuar. Në këtë kontekst, unë mendoj që duhen parë disa gjëra që janë përtej anës ekonomike, që kanë të bëjnë, sepse martesa është një lidhje emocionale. Kjo do të thotë që duhen rishikuar që martesat të jenë të qëndrueshme, kërkojnë që ato të vlerësohen nga pikpamja emocionalitetit, sepse një lidhje nuk mund të bëhet me mendje lehtësi dhe ky është një problem shumë i madh. Sipas Tushit, nuk ekziston një martesë perfekte apo martesë e shkëlqyer. Çdo marrëdhënie kalon periudha të vështira dhe kërkon kompromis, mirëkuptim dhe përgjegjësi nga dy partnerët. Ai thekson se në një marrëdhënie duhet të garantohen edhe të drejtat individuale të secilit person, pa cënuar lirinë dhe dinjitetin e partnerit tjetër. Të rinjt e sotshëm her pas here nën tundimin e seksualitetit moshor bëjnë martesë, po martesa nuk është ajo që e zgjidh seksualitetin. Përkundrazi, kur merr vendimin për martesë, për të bërë fëmijë apo dhe për të zgjedhur një profesion, thon sociologët, duhet të jesh i qëndrueshëm dhe duhet të marrësh një vendim të qëndrueshëm në kohën e duhur. Në këtë kontekst do të doja që të rinjt vlonjat, veçanërisht, po dhe ata që janë të martuar, duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Nuk ka martesë lucide, nuk ka martesë të shkëlqyer. Vetëm hipokritët thonë që martesa ime është e shkëlqyer, ne s'kemi pasur kontradikta, ne dashurojmë njëri tjetrin nga mëngjesi deri në darkë. Këto janë pallavra. Në të vërtetë, një martesë nuk e mban seksualiteti. Një martesë të qëndrueshme, të gjatë, afatgjatë, pra për të zbatuar atë formulën viktoriane që nga njoja edhe deri në varr, kërkon që të ketë një lloj kombinatorike, një lloj emocionaliteti, një lloj tolerance, një lloj mirëkuptimi. Fakti që ka shumë xhelozira, fakti që rrjetet sociale po ndikojnë në shpërbërjen e familjes, në prishjen e martesave, kërkon që ne duhet kemi një koncept të ri për këtë shoqërinë e hapur, për këtë martesën duke siguruar edhe të drejtat individuale. Sociologët insistojnë se familja mbetet një instrument themelor për shoqërinë shqiptare dhe se forcimi i komunikimit, edukimit emocional dhe përgjegjësia në çift janë element kyç për të ndërtuar marrëdhënie më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme. Në rastin e Vlorës, ekspertët kërkojnë më shumë studime sociale dhe analiza konkrete për të kuptuar arsyet e vërteta të rritjes së divorceve përtej statistikave dhe paragjykimeve.